Përshëndetje, miqtemi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të marrim disa mesazhe nga orakulli i dashurisë. Ç'na thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Harmonizoni jetën tuaj. Çdo e mirë ka një të keqe, dhe çdo e keqe ka një të mirë. Dhe ju dini të bëni mirë këtë pjesë të ekuilibrit, të harmonizimit. Pastroni energjitë negative, bllokimet emocionale në këtë ujvar të argjend. Sepse ju jeni një person shumë pozitiv, që keni karakter të fortë, keni një energji pozitive, jeni një person me i guximshëm, me botë, mundje hapur. Filloni të maturoheni. Pra, keni filluar dhe pjesën e maturimit. Mbroheni gjithmonë nga një ëngjëll në univers. Shumë shpejt do të keni këtë lidhje të bukur dashurie, ku dorë për dorë do të ngjisni shkallët, rrugtimin e jetës tuaj nga dalë. Si këto dy mjelma në këtë liqen të bukur të universit, të ndriçuar nga yjet dhe nga hëna. Jeni një person shumë pozitiv, që keni një aurë magnetike të fortë, të fuqishme, një dritë që shkëlqen, jeni një person shumë punëtor, që ashtu si jeni farë në tokën tuaj, ashtu e uisni, e prashisni dhe i shijoni frutet e saj. Me kë rezonon kjo histori e bukur e orakullit? Me gërm të alfabetit. Me gërmën B, G, H, L, N, O, G, D, Q dhe Sh. Kurse nga shenjat e horoskopit mund të rezonoj me ujorin, me luanin, me binjakët, demin, gaforen, akrepin, britjatin dhe peshoren. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.